unë I vazhdoj. Andi, kur ta fëmijë rriten, unë I martoj. Këtu janë të rëndësishme rritet, do me thënë qastet që e bëjnë diçka më të bukur, më të rreme. Shtu tashmë të rritur, sen me fëmijën e tyre. Edhe unë I vazhdoj. Mandej, kur ta të rritur bëjmë plesh, unë ju jap ndonjë siguri, ndonjë flak mira. Zakonisht mbi ekzistencën e botës tjetër, në të cilën unë nuk dija besoj. Mandej, kur ta pleq vdesin, unë I varros. Duke lexuar të tjera fjalë, por nga njëri tjetër. Si t'ishte një ditë, si t'ishte një natë, unë asistoj gjithë ditën në jetën e jetëve të tij, I cili asiston gjithë ditën e tij, në jetën e tij. Flas duke lexuar nga I libër, dhe sot flas për gjërat padukshme, irreale, gjëra të tilla si syri nuk sheh, as veshin nuk dëgjon. Nuk është zënë imagjinatës së njeriut ta konceptojë. Ndërsa unë flas, gërsyt dhe shoh përpara me njerëz të pa interesuar, që më ndjejnë, por që në fund nuk më ndjejnë. E unë çdo ditë më tepër unë pas besimin në bidet e mi. Edhe gjithmonë më shumë të sot. Qoj një jetë qëti zënë me... Zënë me dekorimet e mije. Të shnoj për mbush të shpje. I zënë me pasionet e mije. Shtite që diqme. Gjene që diqme. Kam një ndjesni që diqme, si kur jam turbullu pak. Gjumë? Këtu birë flijet, sa I dën djetë. Flijet? Po. Eja. Flijet? Po. A, zonjë, çfarë surprize? Nuk besoj se je surprizuar kaq shumë sa thua. Unë shpesh dalë dhe shpikambët.
Duke jetuar në atë shtëpinë e vjetër, që është e vetmja gjë e paprekur të fshatin tonë të mirë, kam nevojë të marr ajër, por ama një ajër tjetër. Dhe të erdha këtu për me bë këto biseda kot. Që mirë e sori. Miku yt, Miku? Miku i? po, kam dëgjuar të flitet shumë për të. Edhe më lindi një kureshti e natyrshme. Ktu s'ndodh asgjë dhe kur ndodh diçka bëhet zhurmë, po ma bëhet zhurmë e madhe. E dini nuk më duket ndonjë gjë dhe kaq e çuditshme. Keni vendosur ta mbani për gjithmonë këtu? Ndoshta nga pakujdesia, por nuk e kam vendosur akoma. Dhe nuk e din se nga vjen. Jo, nuk e di se nga. Nuk e di as se kush është nëna apo babai i tij, ma merr mendja. Ma merr mendja mua. Jo, mos u tall me mua, me një grua plak të gjonë. Bota është botë, njerëzit janë njerëz, dhe nuk e dim se çfarë i ka ndodhur këtij djaloshi. Ndoshta i ka vdekur ama. Edhe ty të lindje dhe mshuria. Shumë mirë, unë jam një grua më e hapur, nuk jam si bashkëfetarët tanë. Dhe vërtet, unë e çmoj këtë veprimin që ke bërë. Shumë të çmoj. Do ju lutem, nuk është prej Ja, të hajde, që mendoni. mos bëj lezet prishurin duke mohuar gjithçka. Të thash, jam grua e sinqertë. Më shpresoj që këto shije të kenë ardhur para se të veshësh këtë rrobë që ke. Ju lutem, nuk ju lejo të flisni. Ja, unë të lutem ty, që unë di dhe kuptoj gjithçka, dhe nuk mund të më pyesh inteligjencën, aq më tepër të ndryshosh mendimet e mia.